Grupi ndërkombëtar i krizave ka shfaqur sot shqetësim se situata në veriun e Kosovës mund të bllokojë bisedimet Kosovë-Serbi, kërcënon qëndrueshmërinë e brendshme të Kosovës dhe synimet e Serbisë për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në një raport mbi këtë çështje, grupi u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të kërkojnë rrugë për zvogëlimin e rrezikut nga konfliktet e mëtejshme dhe të përqendrohen në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e drejtanishme të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin më të ri për Kosovën ka tërhequr vërejtjen për pasojat që mund të ketë gjendja aktuale në veri dhe për rrugët që duhet ndjekur Prishtina, Beogradi dhe komunitetin ndërkombëtar për shmangjen e pasojave negative. Në raport thuhet se situata e dhunshme në pjesën veriore të Kosovës rrezikon ndërprerjen e bisedimeve të brishta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kërcënon qëndrueshmërinë e brendshme të Kosovës dhe procesin kandidues të Serbisë për Bashkimin Evropian. Grupi thekson se përpjekja e Prishtinës për të kontrolluar gjithë territorin e shtetit të ri dhe veçanërisht kufijtë e vet me Serbinë dhe vendosmëria e serbëve të veriut Kosovës për të rezistuar mund të prodhojnë më tepër viktima. Në raport thuhet se bashkësia ndërkombëtare, posaçërisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të nxisin Beogradin të pranojë qeverinë në Prishtinë si të barabartë edhe pa njohje formale, por nuk duhet të pritet që kjo do të detyrojë bashkëpunimin e serbëve lokal në veriun e Kosovës. Të gjitha palët duhet të kërkojnë rrugë për zvogëlimin e rrezikut nga konfliktet e mëtejme dhe të përqendrohen në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedimet e deritashme. Në raport përshkruhen zhvillimet që pasuan operacionin e qeverisë së Kosovës të 25 korrikut të vitit kaluar për vënien në kontroll të vendkalimeve kufitare me Serbinë, akte të dhunës dhe dështimin e Serbisë për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në raportin 29 faqesh, grupi ndërkombëtar i krizave ka bërë thirrje për shmangje të çdo veprimi të dhunshëm në veri nga qeveria e Kosovës apo mekanizmat ndërkombëtar. Serbëve në veri u bëhet thirrje për bashkëpunim me qeverinë e Prishtinës dhe largim të barikadave. Po ashtu grupi u rekomandon vendeve të Bashkimit Evropian që nuk kanë njohur Kosovën të miratojnë marrëdhëniet kontraktuale me të, ndërsa vendeve si Gjermania, Holanda e Britania e Madhe të mbështesin Serbinë në përmbushjen e kushteve për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Serbia dështoi të marrë këtë status në dhjetor të vitit që lan pas për shkak të situatës në veri, ku përfaqësuesit lokal politik kanë paralajmëruar për mesin e shkurtit një referendum në të cilin qytetarët atjeshëm do të deklaroheshin nëse duan apo jo të pranojnë institucionet e Prishtinës. Ky referendum, i cili cilësohet i paligjshëm e i pavlefshëm nga Prishtina, është kundërshtuar edhe nga pushteti në Beograd, por mbështetet nga opozita në Serbi. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.